A i keni pyetur ndonjëherë veten se çfarë vendos me të vërtet fatin e projekteve më të mëdha, luftrave apo çdo përpjekje afatgjat? E po, përgjigja nuk është thjesht forca bruto apo teknologjia më e fundit, është diçka shumë themelore, shumë e thellë, është strategjia. Sot do të zbulojmë së bashku pse kjo astësi e lashtë është çelësi për të kuptuar jo vetëm konfliktet e mëdha, por praktikisht çdo sfidë që kërkon një vizion afatgjat. Kjo thënie kap në mënyrë perfekte një paradoks që do të jetë në qendër të diskutimit tonë. Do me thënë, si ka mundësi që të bësh çdo lëvizje individuale në mënyrë perfekte, por prap se prap të dështosh në mënyrë spektakulare? Pikërisht kjo pyetje fshes sekretin për të arritur çdo qëllim madhor, çdo synim afatgjat. Dhe ja si do ta zbërthejmë këtë ide të madhe. Do të fillojmë me një shembull historik të një gabimi fatal. Pastaj do të pyesim, po mirë, çfarë është strategjia në thelb? Do të krahasojmë dy lloje gjenesh, atë taktik dhe atë strategjik. Do të shohim se si politika hyn në lojë dhe në fund do të nxjerrim disa parime të arta të menduarit afatgjat. Okej, le të hyjmë temës me një nga shembujt më dramatik dhe më të njohur në histori, ku një fitore taktike absolutisht e shkëlqyer u kthye me një katastrofë strategjike. Po flasim për paradoksin e Pearl Harbor. Shikoni këtë kontrast. Nga njëra anë, kemi një kryevepër të planifikimit dhe ekzekutimit ushtarak. Ishte një sukses absolut taktik, pa asnjë dyshim, por, nga ana tjetër, ishte një vetvrasje strategjike, sepse arriti pikërisht atë që Japonia duhet të shmangte me çdo kusht, zgjoi një gjigant të fjetur dhe e futi atë në luftë pa asnjë rrugëthimi. Dhe këtu lind pyetja, si mundet që një fitore kaq e madhe të jetë në të njëjtën kohë një humbje kaq shkatrimtare? Përgjigjja qëndron te dallimi thelbësor midis asaj që bën në fushë betejë dhe planit të madh afatgjat. Atëherë, le ta bëjmë pyetjen kryesore. Çfarë është saktësisht kjo gjë që e quajmë strategji? E po, për t'ju përgjigjur kësaj, duhet të bëjmë një udhëtim të gjatë prapa në kohë, shumë prapa, deri në Greqinë e lashtë, për të parë ku lindi e gjithë kjo ide. Vetë rënja e fjalës na tregon praktikisht gjithçka. Në Atinën e lashtë, një strategos nuk ishte thjesht një komandant ushtarak, jo, ai ishte një figurë politike, i zgjedhur nga populli. Dhe kjo na tregon diçka absolutisht thelbësore, që nga fillimi i saj, strategjia nuk ka pasur të bëjë kurrë vetëm me luftën. Ajo ka qenë gjithmonë arti i lidhjes së veprimit ushtarak me një qëllim më të madh, një qëllim politik. Pra, imagjinojeni kështu, strategjia është si një urë. Në njërin anë të lumit janë qëllimet e mëdha politike, vizioni afatgjat, pra pseja e gjithçkaje. Në anën tjetër janë veprimet konkrete, taktikat, ushtria në lëvizje, pra sia. E po, strategjia është ura që e lidh këto dy brigje. Pa këtë urë, edhe ushtria më e fuqishme në botë, thjesht do të endej pa drejtim, duke fituar betejë që në fund të ditës nuk i shërben asnjë qëllimi. Kjo na sjell te një dilemë shumë interesante. Oficerët e rinj trajnohen që të ndjekin rregulla, manuale, doktrina, të kenë përgjigjet e sakta, por strategjia nuk është një shkencë eksakte. Është më shumë si të luash shah në mjegull, ku nuk i sheh të gjitha figurat dhe kundërshtari jut po lëviz vazhdimisht. Dhe pikërisht këtu qëndron ironia. Aftësia për të ndjekur rregullat në mënyrë perfekte mund të pengojë të shohësh të gjithë tablon e madhe atë afatgjatën. Për ta bërë këtë dallim edhe më të qartë, le të vëmë përballë dy titanë të luftës së dytë botërore. Ky nuk është thjesht një krahasim mes dy individëve, por mes dy mënyrave krejtësisht të ndryshme të menduarit. Generali briljant kundër menaxherit genial. Thuhet se taktikat fitojnë beteja, por strategjia fiton luftra. Dhe ky krahasim e tregon këtë më së miri. George Patton ishte një mjeshtër i betejës, një gjeni absolut operacional. Ai dinte si të lëvizte tanket, por Dwight Eisenhower ishte një mjeshtër i luftës. Genialiteti i tij nuk ishte në fushë betejë, por në menaxhimin e gjithë makinerisë së luftës, në balancimin e egove gjigante si Churchill, De Gaulle dhe vetë Pattoni. Ai i mbante sytë të gjithëve te çmimi i madh, fitoria finale, fitoria afatgjat. Dhe kjo na çon te një pyetje thelbësore e pushtetit. Në fund të fundit, kush duhet ta marrë vendimin strategjik? Dhe këtu hyn në lojë ajo që quhet politika e komandës. Strategjia më e mirë nuk del nga mendja e një generali të vetëm të izoluar në një dhomë hartash. Ajo lind nga një dialog, shpeshherë një debat i nxehtë mes udhëheqësve politik që përcaktojnë qëllimin afatgjat dhe udhëheqësve ushtarak që thonë se çfarë është e mundur. Ekziston një mit që politikanët duhet të qëndrojnë larg luftës,
Por historia, për shembull ajo e Vietnamit, na mëson se problemi nuk është kur politikanët ndërhyjnë shumë, por kur ata nuk mendojnë mjaftueshëm në terma strategjik. Dhe ja një shembull perfekt, presidenti Roosevelt dhe vendimi i tij për operacionin Torch në Afrikën e Veriut. Generalet e tij ishin kundër, nga pikpamja e pasur ushtarake shihnin si një shpërqendrim. Por Roosevelt nuk po mendonte vetëm për betejën e radhës, ai po luante një lojë shumë më të gjatë. Ai e pa që ky operacion do t'i tregonte Britanisë se Amerika ishte një aleate serioze, do t'i dërgonte një mesazh Bashkimit Sovjetit, do të ndihmonte për të bindur popullin amerikan për planin afatgjat për Evropën dhe ndoshta më rëndësishmja, do t'i jepte ushtrisë së re amerikane një përvojë të paçmueshme para betejave të mëdha që e prisnin, një lëvizje strategjike mishtërore. Në rregull, pra çfarë kemi mësuar nga e gjithë kjo? Le t'i distilojmë të gjitha këtë histori dhe koncepte në disa parime thelbësore, të përjetshme të të menduarit strategjik dhe afatgjat. Në fundit, gjithçka mund të përmbledhet në 3 të vërteta të thjeshta, por teje të fuqishme. Së pari, lufta është kaos, është e paparashikueshme dhe plot rastësi. Së dyti, lufta duhet të ketë gjithmonë një qëllim politik, përndryshe është thjesht dhunë pa kuptim. Dhe së treti, e lidhur me këtë, ushtria është një mjet, një instrument, si një çekic, por duhet kujtuar se jo çdo problem afatgjat është një gozhd. Dhe këto ide nuk janë as pak të reja. Ato janë pjesë e një bisede jashtëzakonisht të gjatë, një debati që ka filluar mijëra vjet më parë me historianin grek Thukididin, është rafinuar në shekullin e 19 nga Clausewitz dhe është përshtatur për kohët moderne nga Mao. Teknologjia dhe armët ndryshojnë, por thelbi i strategjisë, përballja e vullnetit njerëzor, mbetet po i njëjtë. Pra, ja ku arritëm. Mësimi i madh i strategjisë nuk është vetëm si të fitosh një luftë, por si të ndërtosh diçka të qëndrueshme pas saj. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit për gjithë ne. Në botën tonë të sotme, që lëviz me një shpejtësi marramendse dhe është e fiksuar pas rezultateve të menjëhershme, a është vallarti i menduarit afatgjat aftësia më e rëndësishme dhe ndoshta më e harruar që na nevojitet më shumë se kurrë?